Titulli: Zonja me fustanin e kuqe. Në atë qast të çuditshëm të mbrëmjes, kur dielli si një mendim i lodhur vari në kupën e qiellit mbi horizont, hijet filluan të shtriheshin mbi rrugët e qytetit. Si gjethet e natës që bien pas zhurmë, qyteti dukej sikur po zytej ngadalë në një ëndër të zymt, dhe pikërisht atëherë një peizazh i pazakontë u shfaq para syve të mi. Ishte një atmosferë mbushur me një lloj magjie të heshtur, një përzierje romantizmi dhe misteri që rëndonte mbi ajrin. Në mes të këtij sfondi të errët, një rreze e kuqe, e hollë si një fije lazeri, çante hapësirën dhe krijonte përshtypjen, se mund të shtrinte përveç çdo njeri që do të guxonte ta shikonte për një kohë gjatë. Dhe unë, po pikërisht unë, mbeta i sigurt nga ajo dritë, i hipnotizuar në mënyrë të pashpjegeshme. Nuk më kishte ndodhur kur më parë të ndeshesha me një bukuri të tillë. Kishte në të diçka që nuk ishte thjesht bukuri. Ishte një lloj fuqie e heshtur që të detyronte të ndaloje frymën. Ti qëndroja atje, e rrethuar nga aureola një fustani të kuqflak, dhe më dukej sikur po shikoja një lule të egërmali, të rrolle të brisht që qel papritur në mes të një peizazhi të shkretë e shkëmbor. Sytë e tu, ata sy, shëndrisni në errësirën e natës si dy yje të ndezur, por në atë dritë kishte diçka që më shtypte për brenda. Ishte sikur shpirti im po të riqej drejt tyre, dhe njëkohësisht fshihej, i turpruan nga vetvetja duke mos zguxuar të dilte në sipërfaqe. Dhe atëherë më lindi një mendim i çuditshëm, sikur një pikturë e bukur, në një qast të rrallë mrekullie, të merrte frymë dhe të fitonte. Një shpirt të ri, ashtu më dukej se kishe hyrë në jetën time, pa paralajmërim, pa arsye, por me një prani aq të fortë sa që më dukej sikur kishe qenë gjithmonë aty. Burrat përreth meje vunre me një herë këtë bukuri. Unë mund t'i ndjeja sytë e tyre, të etur për të rëmbir një grim të vëmendjes sate, për të fituar një buzëqeshje, ndoshta edhe një moment të shkurtër kërcimi me ty. Secili prej tyre dukej sikur kërkonte një shpresë të vogël për romancë, por unë, në një mënyrë pothuajse të pashpjegeshme, ndjeva se e gjitha ajo dëshire tyre po zbehej në hijen time. Sepse për mua ti nuk ishe thjesht një grua, me shumë të tjerave. Jo, ti ishe e vetmja grua në këtë botë që mund të zgjonte brenda me emocione aq të turbullta dhe njëkohësisht aq të thella. Dhe unë, i verbër ndaj shumë gjërave të kësaj bote, nuk isha në gjendje të të shikoja me sytë e mi ashtu siç të shikonin të tjerët. Po shpirti im të shihte qartë. Dhe në heshtje, pa kërkuar asgjë, të adhuronte. Sesh correcto Mose 33, Milwaukee, Wisconsin, USA.